Fjala sot. Karmel. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala Sot. Dhe fjala për sot është Karmel. Në këtë program do të flasim për malin Karmel, jo thjesht si një pikë gjeografike në hartë, por si një nga vendet që mban peshën e një prej ngjarjeve më të rëndësishme të dhjatës së vjetër. Shkrimi i Shenjtë është i mbushur me episode që shërbejnë si dritare të hapura drejt fuqisë dhe besnikërisë së Zotit, dhe sot do të zbulojmë njërin prej tyre. Ju ftojmë të na ndiqni për të mësuar më shumë rreth kësaj ngjarje të mahnitshme në malin Karmel, betejës mes profetit Elia dhe profetëve të Balit. Ky është një nga ato momente që lënë gjurmë të thella, kur shfaqet qartë fuqia e besimit të vërtet dhe madhështia e Perëndisë që i përgjigjet thirrjes së popullit të tij. Kjo histori na kujton se kush është Zoti i gjallë dhe i vërtet, dhe sa e rëndësishme është të qëndrojmë besnik ndaj tij, edhe atë herë kur rreth nesh mbizotërojnë mashtrimi dhe dyshimi. Mali Karmel ishte vendi ku u zhvillua një nga përballjet më të rëndësishme dhe më domethënëse në historinë e dhjatës së vjetër. Ndoshta, më saktë do të ishte ta quanim vendi i dy luftimeve. Ashtu si në filmat klasik me kauboj, ku dy kundërshtar përballen në rrugë dhe ai që e shkrep armën i pari ka mundësinë të fitojë, edhe këtu kemi një dy luftim, një përballje të hapur mes së mirës dhe së keqes, që duhej të ishte e ndershme, e barabartë dhe e pastër për të treguar qartë kush ishte në anën e së vërtetës dhe kush do të jetonte e kush do të mbetej pa jetë. Pikërisht kjo po ndodhte në malin Karmel, një dy luftim midis profetit Elia, të dërguar nga Zoti i gjallë, dhe rreth 450 priftërinjve dhe profetëve të rrem të perëndive pagane. Elia ishte thirrur nga vetë Perëndia për këtë përballje, me qëllim për të treguar para gjithë popullit se kush është Zoti i vërtet. Skena ishte jashtëzakonshme. Në atë vend u ndërtuan dy altar, një për Perëndinë e Izraelit dhe tjetri për Baalin. Këtë ngjarje mbreslënse mund ta lexoni në Dhjatën e Vjetër tek libri i parë i mbretërve, kapitulli 18. Kjo ngjarje ndodhi gjatë kohës së mbretërve të Izraelit, kur Elia shërbente si profet i Perëndisë dhe duhej të ishte këshilltar i mbretit. Problemi i madh në atë kohë ishte se mbretërit, të cilët mbanin pushtetin politik, nuk po e dëgjonin më zërin e Zotit përmes profetëve. Profetët ishin thirrur për të udhëhequr dhe për të këshilluar mbretërit, ndërsa këta duhej të kërkonin dhe të respektonin udhëzimet e Perëndisë. Me kalimin e kohës, mbretërit në Izrael u bën gjithnjë e më zemërgur dhe shpërfillës ndaj zërit të Zotit. Situata u përkeqësua shumë sa në fronin mbretëror u ngjitën figura të errta si mbreti Ashab dhe mbretresha Jezebel, dy nga sunduesit më të ligj në gjithë Dhjatën e Vjetër. Ata jo vetëm që refuzuan udhëheqjen hyjnore, por udhëhoqën popullin drejt idhujtarisë dhe mëkateve të rënda, duke përshpejtuar rënien frymërore të kombit. Kështu, Elia u thirr të përballej me ta për të dëshmuar para gjithë popullit autoritetin dhe fuqinë e vërtetë të Perëndisë. Siç thash më herët, ky ishte një dy luftim i vërtetë, i cili konsistonte në ndërtimin e dy altarëve. Priftërinjt pagan ndërtuan altarin e tyre për Baalin, një perëndi të rrem, një idhull pa jetë. Nga ana tjetër, Elia rindërtoi altarin e Zotit të Izraelit, një akt simbolik që tregonte se lidhja e popullit me Perëndin kishte nevojë të rikthehej dhe të rindërtohej. Prandaj Elia ju drejtua popullit me një thirrje të fuqishme, një sfidë që kërkonte vendim dhe përkushtim nga ana e tyre. Tek e parë mbretërve 18 vargu 21 lexojmë: Atëherë Elia ju afrua tërë popullit dhe tha: Deri kur do të lëkundeni midis dy mendimeve? Në qoftë se Zoti është Perëndia, shkoni pas tij. Por në qoftë se përkundrazi është Baali, atëherë ndiqni atë.
Ky ishte thelbi i përballjes. Cili perëndi do të dëshmohej si i vërtet? Cili do të përgjigjej me fuqi? Ishte koha që populli të ndalonte së lëkunduri mes dy botësh dhe të vendoste një herë mirë kë do të ndiqte, Zotin e gjallë apo idhujt e rrem. Në fund shohim se priftrinjtë e Baalit kërcyen rreth altarit dhe pren veten me shpata e shtiza sa kulluan gjak, duke i thirrur Zotit të tyre, por asgjë nuk ndodhi. Pasi ata kishin kaluar gjithë ditën duke u lutur Perëndisë së tyre, Elia u afrua në heshtje tek altari i Zotit dhe bëri një lutje të thjeshtë. Përgjigjmu o Zot, përgjigjmu, që ky popull të pranojë që ti, o Zot, je Perëndia dhe ke bërë të kthehen te ti zemrat e tyre. Dhe më pas, ndodh e pabesueshmja. Atëherë zjarri i Zotit dhe konsumoi holokaustin, drut, gurët dhe pluhurin, si dhe thau ujin që ishte në grop. Elia kishte lagur gjithë altarin dhe holokaustin disa herë, dhe Zoti dërgoi zjarr në tokë, ndoshta në formën e vetëtimës, duke konsumuar gjithë holokaustin. Atë ditë, populli i Izraelit zbuloi se Zoti Perëndi ishte Perëndia i vërtet. Por kjo ngjarje nuk ishte vetëm një dëshmi për ta. Është edhe një mesazh për ne sot. Shumë njerëz mendojnë se mund të kenë një gjysmë aleance me Perëndin, se mund të jetojnë të ndarë ndërmjet besimit vërtet dhe adhurimit të gjërave të kësaj bote. Me fjalë të tjera, mendojnë se mund të kenë një përkushtim me kohë të pjesshme ndaj Perëndisë e pastaj mund të shkojnë e të përkushtohen besimeve apo perëndive të rreme, duke luajtur me besimin, sikur duan të vënë në provë durimin e Zotit. Por kjo është një gjë shumë e rrezikshme. Zoti nuk kërkon përkushtim të pjesshëm. Ai kërkon që ne ta duam e t'i përkushtohemi me gjithë zemrën, mendjen dhe jetën tonë. Kjo është arsye pse Elia, me zërin e profetit Perëndis, i sfidoi njerëzit me atë pyetje therrse: deri kur do të lëkundeni midis dy mendimeve? Një nga detajet, hollësit, më interesante në këtë rrëfim është vetë fjala që Elia përdor kur sfidon popullin: deri kur do të lëkundeni? Fjala hebraike që këtu është përkthyer lëkundeni është e njëjta që përdoret më herët në vargu 26 për të përshkruar mënyrën se si priftrinjtë e Baalit kërcenin rreth altarit të tyre. Një kërcim i shfrenuar, i çoroditur, që s'kishte as kuptim as drejtim. Ishte një hedhje pagane, një dridhje frymërore, një përpjekje dëshpëruar për të tërhequr vëmendjen e një perëndie që nuk ekziston. Me këtë fjalë, Elia në thelb po i thot popullit: nuk mund të vazhdoni të kërceni në mënyrë të tillë, as fizikisht as frymërisht. Nuk mund të hidheni herë nga njëra anë, herë nga tjetra, duke u përpjekur të jeni pak me Zotin dhe pak me botën. Ky nuk është përkushtim, është mashtrim. Dhe jo mashtrim i Perëndis, por mashtrim i vetvetes. Ky mentalitet nuk ka ndryshuar shumë as sot. Shumë njerëz mendojnë se mund të kenë një marrëdhënie me Perëndin kur t'u vi përmbar. Ata kërcejnë nga një mënyrë jetese në tjetrën, nga një besim në një tjetër, nga ndjekja e vullnetit Perëndis te ndjekja e dëshirave të tyre personale. Dhe kur gjërat nuk shkojnë mirë, kur vjen fatkeqësia, vuajtja apo ndëshkimi, atëherë kthehen me vrap tek Perëndia për ta rregulluar situatën. Prandaj Elia po i bënte thirrje popullit të Izraelit të merrte një vendim: boll më me lëkundje. Ka ardhur koha të qëndrosh i pa lëkundur, të zgjedhësh se kujt i përket dhe kë do të ndjekësh me gjithë zemrën tënde. Zotit nuk i bëjnë përshtypje njerëzit që kërcejnë pa qëllim, që lëkunden sa ndej këtej, që hiqen sikur i kanë dhënë zemrën e tyre, por në të vërtetë jetojnë sipas dëshirave të veta. Nëse po luani këtë lojë, është koha ta ndaloni. Nuk po i bëni asnjë të mirë vetes, përkundrazi, vetëm po e lëndoni. Në fakt, kjo mënyrë të sjelluri është qortuar fort edhe në Dhjatën e Re. Në librin e Jakobit thuhet: o shkelës dhe shkelset kurorës, a nuk e dini se miqësia me botën është armiqësi me Perëndin? Ai pra që don të jetë mik i botës, bëhet armik i Perëndis. Apo pa ndeni se shkrimi thot kot: fryma që rri në ne, a lakmon deri në smir? Zoti nuk pranon që adhurimi, lavdia dhe nderi i tij
tu dorëzohen perëndive të rreme, qofshin ato statuja prej tulle, gurësh, hajmali apo ndonjë mal. Ai është perëndia i vërtet i universit, i gjithë pushtetshmi që ju ka shpenguar nga robëria e mëkatit. Ai është Zoti që ju ka dhënë jetë dhe frymë, dhe që ka dërguar një shpëtimtar, Jezusin, të vuaj dhe të vdes në vendin tuaj për mëkatet tuaja. Ju nuk mund ta mashtroni këtë perëndi, as t'i bëni përshtypje në ndonjë mënyrë. Ju mund mendoni se mund ta gënjeni atë, se mund t'i shmangeni për kushtimin ndaj tij, apo se mund t'jetoni pa një qëllim të vërtet për të treguar besnikëri dhe dashuri ndaj tij, e në të njëjtën kohë, kur përballeni me sfida apo kur pasojat e mëkatit t'ju trokasin në derë, të prisni pasaj që ai të jetë aty për ju. Mos e luani këtë lojë, është fyese. Dhe mos mendoni asnjë çast se një qëndrim i tillë mund ta befasojë apo ta lërë pa fjalë Perëndin, sepse nuk do të ndodhë. Duhet kuptoni se Perëndia fitoi në malin Karmel duke treguar qartë se besnikëria ndaj tij është e vetmja rrugë e vërtetë. Në të njëjtën mënyrë, kur Jezu Krishti u mbërthye në kryq, ai zhvilloi një betejë të madhe për shpirtin tuaj. Gjatë atyre momenteve u zhvillua një konflikt kozmik i jashtëzakonshëm midis Zotit dhe Satanit. Satani kërkonte të shkatërronte krijesat e Perëndisë, por ai, Jezusi, Zoti, me dashurinë dhe fuqinë e tij të pafund, luftoi për të na shpenguar dhe për të na dhënë jetë të përjetshme. Dhe kur Jezusi vdiq në kryq, në Dhjetën e Re thuhet se kjo ngjarje u shoqërua me shenja të jashtëzakonshme të fuqisë dhe madhështisë së Perëndisë. Tërmet i fuqishëm tronditi tokën, errësira mbuloi qiellin, të vdekurit që u ngritën nga varret dhe veli i tempullit që u gris nga fillimi në fund. Perëndia po demonstronte, po tregonte fuqinë dhe autoritetin e tij në momentin kur Jezu Krishti u flijua për mëkatet tona, ashtu siç kishte bërë edhe më parë në malin Karmel, kur zjarri i Zotit shkatërroi altarin dhe holokaustin. Ai triumfoi mbi Satanin, ashtu siç bëri edhe në malin Karmel, duke treguar qartë e përsinë dhe fuqinë e tij. Por në këtë rast, kjo fitore nuk është vetëm një triumf i fuqisë, por edhe një dëshmi e dashurisë së pafund dhe mëshirës së tij të madhe ndaj njerëzve. Duhet kuptoni se Perëndia ju thërret për të qëndruar besnik ndaj tij. Ju duhet t'ia dorëzoni atij zemrën dhe mendjen tuaj. Thuajini vetes me vendosmëri: unë nuk do të lëkundem më midis Zotit dhe botës. Do t'i përkushtohem plotësisht Perëndisë dhe do ta dua e nderoj për shkak të asaj që bëri biri i tij Jezu Krishti. Mos kërceni si paganët. Mos u hidhni sa andej këtej midis idhujve dhe Perëndisë së vërtetë. Përkushtojuni me gjithë zemër Zotit Jezu Krisht. Qëndroni besnik ndaj Perëndisë së vetëm dhe të vërtetë që ju ka shpëtuar nga mëkati dhe që ju ka dhënë jetë të re. Ashtu si në malin Karmel, ku Perëndia tregoi se ai është i vetmi Zot i gjallë dhe i vërtet, edhe në Golgot ndodhi një përballje vendimtare. Në kryq, Jezusi mori mbi vete mëkatet, errësirën dhe mashtrimet e botës, duke dëshmuar një herë për gjithmonë se fitoria i përket Zotit vërtet. Në malin Karmel, zjarri ra nga qielli për të djegur flijimin, ndërsa në kryq, dashuria e Perëndisë u derdh mbi ne nëpërmjet Jezus Krishtit për të na shpëtuar. Ky paralelizëm na kujton se Perëndia nuk është thjesht një kujtim i së shkuarës, por një Zot që vepron edhe sot, duke na ftuar të zgjedhim dritën, të zgjedhim jetën dhe të qëndrojmë besnik ndaj tij. Për të mësuar më shumë rreth kësaj historie dhe nëse doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në adresën e emailit twralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin TWR Albania, playlista Fjala Sot.